ndikoi, zëri ju ndikoi edhe njerëzit kuptuan se puna jonë që nga rëndësishme, kaq vite, se unë kam që 2018 që merrem, është 2026 dhe i thon 8 vite që unë merrem me Instagramin, unë nuk ngela për protestën për të marrë krejt viewers. Sa ke followers ose kam mbi 170.000 ndjekës, edhe unë nuk e kam të nevojshme vëmendjen. Pra nuk e kishe nevojë ta merrje. Jo, unë kam punuar edhe në televizion, kam punuar gjithandej dhe sot me një skandal më të vogël ti bëhesh virale dhe bëhesh e famshme në Shqipëri. Ky është realiteti i ditëve të sotme. Kështu që unë nuk kam pritur, nuk kam qenë ai personi që unë të bëj diçka për të marrë vëmendjen ke kjo që ndodhi. Por e kam bërë sepse e kam ndier je shumë afër, se dhe vetë nga një familje shumë e thjesht, rroktarvi, dhe e di se sa vujtje është marrësh një shkollë për një tri. Kur nuk ke mbështetje, nëse je nxënës ekselencë, unë kam qenë ekselente dhe nuk kisha një përkrahje apo një shpërblim nga shteti apo që ndihesh e vlerësuar për atë që ka jep, nuk po them për atë që rrin, paraziton, apo nuk investon apo nuk bën asgjë që të marrë një gjë në këmbim. Ama kur ti do t'japish shumë, normalisht do presish një vlerësim apo dyert e hapura, ndërkohë që këtu funksionon miku, këtu funksionon leku, këtu funksionon disa gjëra që janë të shëmtuara. Okej, në gjithë botën ndodhin këto, po këtu po ndodh me sasi të mëdha. E ke provuar në një shtetin ose apo kemi dëgjuar të pjesën? Fatmirësisht, fatkeqësisht nuk e di se cilën të them nga këto, jo, nuk e kam provu. Të intereson apo se je fare? Nuk më shkak të kushteve që ti the. Momentalisht shiko, e ardhmja nuk i dihet kur. Unë jam në fushën e biznesit tani edhe e dua absolutisht shumë me ndjej veten te sipërmarrja, edhe është biznes shumë fitimprurës, ndërkohë unë e kam ndaj edhe me ndjekësit e mi këtë gjë. Kur më kanë thënë pse ke dalë në protesta, rroga, njeriu i krijon vetë të ardhurat, unë i kam thënë shiko, unë nuk varem, gjëja që unë bëj, biznesi që unë bëj është internacional, global. Nuk varet fare nga ekonomia e shtetit. Sepse unë kam partnera jashtë vendit edhe nëse unë s'dua të punoj me Shqipërinë, s'dua të punoj fare edhe nuk ndikohem, edhe pse jetoj në Shqipëri. Por domosdoshmë ndikohem edhe unë nga ekonomia e vendit, sepse të blesh sot një shtëpi apo të bësh disa gjëra të mëdha, duhet shumë më shumë punë se sa një ri apo një mbështetje që unë shikoj dhe jam në kontakt me njerëz që jetojnë jashtë, edhe kanë akoma pak më të lehtë. Pra po thua që për një të ri në Shqipëri, për një të re, siç je ti, është shumë e vështirë ndërtimi i jetës, po flas ato kushtet, po themi normale, një shtëpi dhe elemente të tilla. Edhe unë po flas për baziket. Sigurisht njeriu ka mbijetu edhe do mbijetoje. Po pse shqiptari, unë jam fut edhe njeriu është sa të kërkoje, e kupto Arber, është sa të kërkoje atë do marri, po. Ka disa njerëz që nuk janë gjithë të futshëm në biznes, nuk eksperimentojnë shumë, por kanë mbaruar të studimin, duan të krijojnë atë karrierën, ama dhe ta ka ajo karriera. Një rrogë nuk është e mjaftueshme për jetesë normale. Nuk po them unë që shteti do më rregullojë mua jetën, do më sigurojë mua shtëpinë apo gjëra të tilla. Po unë kur ndihem e pasigurt në rrugë, kur nuk kam spitalet e duhura, kur çfarë të them se mungon infrastrukturën, mua do më prishet makina më shpesh, unë do së murëm duhet të shkoj te privati, sepse te shteti nuk gjej asgjë, edhe janë disa gjëra që ti merr avash edhe nuk të le të ndërtosh atë gjën e madhe për një të ri. Sa absolutisht varet nga vetë njeriu, por shteti duhet të ketë ato gjërat më të bazike. Çfarë të ka pëlqyer më shumë te protesta dhe çfarë ndoshta nuk të pëlqen, pra duhet të rregullohet? Shiko, gjëja nëse unë kam shku ditë e parë me dëshirë, edhe më beso që kur iki nga aty, më duket sikur leca fëmijë, ka një energji aq pozitive me ato të rinj. Janë aq të bashkuar sa që unë kam qenë pjesë aty edhe më ka rastisur me fole, sikur i njihen gjithë bashkë, sikur janë gjithë në njëjtin mendim, kanë një unitet. Nuk e di se kush flet, jo po janë të përçar, jo po disa janë kështu, jo. Njerëzit që unë kam takuar, çdo kush aty gjendet për situatën konkrete të atij. Qofse i ka hik. Ka një solidaritet, ka një empatizëm të madh, po thua. Po, njerëzit me njëri tjetrin, po edhe dëshira për
të rikthy, pjesë që unë domosdoshmërisht dua ta përmend dhe ta theksoj, emigracionin se sa nëna kam takuar apo sa ne të rinj që i kanë ikë vllai, ka ikë shoqëria, krejt jashtë. Edhe kjo është e dhimbshme. Nëse unë të tregoj një pjesë, sinqerisht më ka ngelur edhe dua t'ja tregoj edhe të tjerëve se është për të reflektuar. Unë motrën e kam në Gjermani. Është me diplomë, me bachelor edhe 2 mastera edhe u fut në bank si financiere edhe kur kam shku nëse është në Gjermani tani edhe kam shku te avokat, noterja. Po. Kam shku te noterja për t'i kalu letrat e shkollës në gjermanisht, për t'i konvertuar në gjermanisht. Edhe ta dish reagimin e asaj noterjes, ishte 60 vjeç, shumë në moshë, edhe thash kam këto letrat edhe thash të shkollës edhe më duan në gjermanisht. Nuk i thash as janë të motrës. Po ku po shkon më nan? Po si do ikesh dhe ti më nan? Unë ngela se hera parë që po e takoja. Po vin 10 diploma, vin 20 diploma në ditë më nan tha, do na lini vetëm, ju mbushën si të më lot. Po them sinqerisht, është aq për të ardhur keq, saqë unë vetëm ngela se nuk e prisja atë reagim nga noterja, hera parë që e takoja një njeri, edhe i shkonin lotët, nuk e di se sa kishte pas para meje ndoshta, edhe ishte po është sinqerisht e dhimbshme. Shumë nëna po i digjen zemra për me pa fëmijët edhe. Kjo pjesa e migracionit është gjëja që prek çdo kënd. Si mu si ty, si çdo kënd e ka, çdo kush, çdo familje ka. Vetë ke menduar largimin apo aty pas gjithmonë? Unë kam thënë gjithmonë që guri i rënd peshon vetvend. Nëse je shkafet këtu, do jesh edhe jashtë. Nëse bëhesh këtu i Zotit, do jesh edhe jashtë. Nëse këtu do punosh për rrogën, do kërkosh atë jetën normale, atë jetë normale do kesh edhe jashtë, sigurisht. Por ka pas momente që kam thënë, okay, njerëzit nuk bëhen, se na herë javim edhe njerëzit, na herë javim edhe shtetit, na herë njeriu se di se çka kërkon vet. Ka pas edhe raste kur kam pas probleme me doganat, me taksat edhe përderisa nuk jemi shtet MBE, dogana, unë merr me produkte dhe besoj se e kupton pjesën e doganes se sa e vështirë. E kam e dëgjuar, nuk e njoh se s'm ka lidh, po ta besoj. Por çdo gjë vonohet, çdo gjë është ekstra, se normalisht shtetet në BE, distribucioni është shumë i lehtë, shpejtësia, normalisht edhe faturat e transporteve janë ndryshe, përderisa jemi shtet me dogan, më pengon nga biznesi që unë bëj. Por me shpresën që do ikë zoti kryeministër dhe do futemi në BE, na ka thënë që do na fuzi këtu. Ai thotë që vetëm unë mund ta fus. Si e shikon Ramën? Më jep një koment të ftohtë ndin si një re Gen Z. Shiko, unë kur nuk e kisha parë veten që unë do flas për politikë, sepse jo, nuk dua çështje politike, më duhet opinioni jot si individ. Që po ja del vetë në jetë. Unë dua vetëm ta shoh me kaq pjesa që kam parë. Atë besoj se kam studiuar vetëm këtë pjesën e protestës së këtej. Kam studiuar edhe karakterin pak të zotit kryeministër Rama apo ish kryeministër. Se më pëlqen më shumë kur i them ish kryeministër, sepse është manifestimi shumë i madh dhe di që do jetë një ish kryeministër. Si të duash ti? Ajo është drejta jote. Shiko, që është i korruptuar është që mund të bënte më mirë, mund të bënte edhe do linte gjithmonë njerëzit që kanë lënë gjëra të mira, kanë ikë me dignitet, kanë jetu me dignitet, kanë jetu me kokën lartë, edhe duke ditë se më bërë këtë krahasimin që një re që ka formu vetë gjërat e reja,